Aktivistë të lëvizjes Shqipëria bëhet protestuan këtë të diel para kryeministrisë. Ata kanë kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe krijimin e një qeverie tranzitore. Adriatik Lapaj në fjalën e tij ka deklaruar se kjo është një përballje me hajdutët dhe është një luftë e drejtë. Lapaj është shprehur se kjo qeveri është kapur gafil duke vjedhur miliona euro dhe duhet të largohet menjëherë. Sot jemi në ditën e 28 të qëndresës qytetare përballë hajdutërisë. Ndaj të gjithë bashkë jemi këtu për të kërkuar dorëheqjen e njeriut më të korruptuar në Europë. Ai tha se ka 83 mandate. Le ta marrin se Gjasnej ka fituar me dinjitet që s'është e vërtet. Dhe unë kam për ju një konstatim dhe një pyetje. Aja dha popullit 83 mandatet që ta vjedh, që ta përdhunoj, që ta tau. Ato mandate sot kanë zero vlerë, sepse populli e di të vërtetën. Këta na vjedhin. Po e sfidojnë frikën. Ne nuk mund kemi frikë të jetojmë. Ne nuk mund kemi frikë që të themi jeni hajdut. Ne nuk duhet dhe nuk mund kemi frikë që të çohemi për fëmijët tanë, që të mos ikin më nga ky vend. Ne nuk mund kemi frikë që të çohemi e të luftojmë për prindrit tanë, që të mos trajtohen si mbetje që këta u hedhin nga një kotere përfundit me bonuset e tyre. Ne jemi këtu për të vrarë frikën për çdo të ri që duhet ta shohë të ardhmen në shtëpinë e vet, në ateun tonë. Ta janë kapur gafil duke vjedhur miliona, dhjetra, qindra miliona euro. Protesta e Shqipëria bëhet para kryeministrisë është shoqëruar me tensione. Protestuesit janë përplasur fizikisht me efektivet e policisë. Aktivistët kanë tentuar të ngrejnë një çadër para kryeministrisë, që duket se nuk është lejuar nga policia.